të gjithëve, mirë se erdhët në një vlog të ri më në fund. Kam marrë prap një pauzë të gjatë, kështu që nuk do përsëris gjithmonë të njëjtat gjëra. Jam me lumtur që arrita ta filloj një vlog sepse besoj hera e tretë që po nis një vlog, po mundohem ta nis, ta vazhdoj edhe ta mbaroj, por ka qenë shumë e vështirë këto kohët e fundit për shumë arsye të ndryshme. Por më mungon të bëj vlog. E dini, ju kam thënë gjithmonë që vlogu për mua është, më falni për dritën. Vlogu për mua është një moment i imi, kështu që diçka që po krijoj unë dhe më bëhet qefi ti filmoj, është diçka me të cilën kam me çfarë të merrem gjatë ditës, edhe pse dita ime është gjithmonë plot, por është diçka edhe për veten time. Ka qenë një periudhë pak e ngatëruar, shumë gjëra kanë ndodhur, shumë gjëra të papritura, problematike, të ndryshme, kështu që po në Instagram pak a shumë ju bëra një update të vogël. Nuk e di, ishte sikur nuk kisha unë 100%, por tani që kanë filluar edhe ditët e bukura, tani që po vin pranvera, është sikur ringjallem edhe unë, sepse në dimër shkoj të flagjum si kafshët. Edhe në pranverë ngjallem, kështu që kur ka diell kohë mirë nxehtë, edhe unë ndihem më mirë si njeri. Kështu që mezi prisja ta nisja këtë vlogun sepse kemi shumë news, gjëra të reja, update, gjëra për të bërë sot. Objektivi është të bëj vlog vetëm sot. Ta nis edhe ta mbaroj. Po dëgjoni Natan që po los me një lojë andej, ndërkohë që unë po ju bëj 2-3 update. Po dëgjoni edhe Natan andej që po rrin. Jam këtu te dhome Sole, si është një nga updatet që s'ju kam bërë akoma. E kemi zbukuruar, kemi ndryshuar disa gjëra, kemi shtuar edhe disa gjëra sepse kemi një mik tek shtëpi, ka tani një javë që ka ardhur gjyshi i Gestit nga Shqipëria, edhe po rrin këtu tek neve. E kemi dhënë në dhomë me Solen, pastaj do ju tregoj. Shtëpia ime është pak rëmuj, është pak për të pastruar, kështu që duhet të merrem edhe me ata. Shihni çfarë gjeta. Është kjo gjë elektronike këtu, që duhet për të bërë vlog ose gjëra kështu. E vendosni telefonin, edhe kjo ju ndjek ndërkohë që ju bëni gjëra. Kështu që do jetë super komode për mua. Duhet ta provoj që të bëj dhe vlog me telefon, se besoj do jetë pak më e thjeshtë për mua, duke qenë se kohët e fundit nuk arrit të marr kamerën me vete. Vlerja tjetër është kjo, një termos, është imitimi nga Stanley, që kushton $100, $70, diçka e tillë, ndërsa këta mora me 6 euro. Vlerja më e mirë sepse unë harroj të pi ujë, kështu që duke pasur këta në çdo dhomë marr me vete, duke qenë se mban temperaturën e ujit, është super komode për mua. Edhe juve, po qëse nuk pini dot shumë ujë, merrni një termos, nuk duhet të mjeni ta se s'ban, por kjo është super komode sepse mund ta merrni me vete edhe në makinë. E shihni këtë pjesën këtu e ka që ta vendosni në makinë. Kur e shoh në kuzhinë ose në një dhomë, kujtohem, them, po duhet të pi ujë, edhe marr edhe pi. Ndërsa për çesi në trurin tim, të marr gotën, të hap shishen, ta vendos në gotë ujë, është i komplikuar. Këtu kemi dhe Nataninon, që kemi pak flokët si të shmendur, po presim që t'i rriten, që t'ja presim pak më mirë. Edhe po los me një lodër ku duhet të gjej letrat. Quest. Kjo këtu, quest. Bravo, Jeta! Ka parë Solen që lës me këtë loj. Shifnimi ton Solen. Do gjej letë. Të pak të nuk rrinë e shef kukulla, është pak më edukative, besoj. Sa të bëjon në një punë, sepse si që shifni këtu kemi thërrime, rëmuj për të vënë në vend. Shifni këtu. Do të sistemojmë, kështu që them të fillojmë duke sistemuar që të vazhdojmë me vlogun sot. Sot kemi 2 gjëra për të bërë të rëndësishme. Do vi Marsi, që do bëj flokët, do bëj një tonalizues. Duhet ti ftof pak se janë shumë të ngrohta, besoj, për fytyrën time. Kur i bëra, ato muajt ishin mirë, po tani kanë humbur ata ngjyrën që do doja. Edhe sonte kam night out vetëm. Do me thënë, do dal, sepse të shtunën këtu në Itali festohet festa e gruas, jo e nënës, e gruas. Kështu që sot vjen Artiola Tosca këtu tek neve afër, tek një vend ku bën mbrëmje shqiptare. Kështu që do vemi me mamin, me nuset e dajave, të gjitha shoqëri këtu që kemi. Edhe do vemi të gjitha bashkë, do dalim, do ham atje, do kërcejmë, do kënaqemi, mezi pres. Është herë e parë, besoj, jo, kam dalë edhe një herë tjetër, kam shkuar në kinema, po them të dal një natë edhe të bëj kaq vonë, është herë e parë, kështu që shpresoj që Gesti t'ja dalin me fëmijët. Gesti dhe baba Noja, shpresoj t'ja dalin me fëmijët, por kam besim se do ja dalin, kështu që në janë jam e lumtur, në janë tjetër kam pak ankth, që shpresoj mos të më marrin në 10 darkës të më thon hajde në shtëpi se po qajnë, por nuk besoj. Thjesht gjë e vështirë për Natan është gjumi. Tani le të fillojmë me punën, të mbledhim pak të shtëpinë. Kemi blerë edhe makarona të ndryshme, këto janë me jo grur, farro, nuk e di se ka, se gruri e ka ndryshe emrin. Te edhe me ato të zezat, jo, ato kafet si quhen, por këto janë të verda.
Nuk po shpjegoj asgjë, por nëse me këto. Kështu që përmendojmë mos të ham me makarona të bardha, po të ham makarona me qiqra, me këto lloj gjërash kështu, me misër, këto gjëra kështu, që t'japin pak më proteina, më vitamina, më gjëra, se sa makaronat e bardha. Kështu që përmendojmë të ndryshojmë edhe ushqimin të cilin po ham pak më mirë, më pastër. Kemi ngrënë gjithmonë mirë, po tani përmendojmë të ushqemi pak më shëndetshëm. Edhe unë po ndjek një dietë, le të themi që nuk është dietë, thjesht po ha më mirë. Nuk po e them shumë me zë të lartë, se për çdo herë që ja them dikujt ose bëj plane ose flas me njerëz se do ta bëj, do ja dal, do psohem, do rikthehem në formë të gjitha, nuk e bëj asnjëherë. Kështu që këtë radhë avash, po detyroj veten, thjesht dua të heq peshën pak për herë. Nuk dua t'i vë objektiv vetes deri në gusht do të humb kaq kile. Jo, thjesht edhe të humb 1 kile në muaj është një sukses. Nuk dua të humb 10 kile në muaj, nuk është lëreni se nuk bëhet një herë. Këto janë gënjeshtra. Thjesht dua të vë trupin tim në formë deri kur të jetë. Shpresoj thjesht t'ja dal me motivim, me konstancë, me disiplinë, po mundem ta vë veten time në një rrugë me rregulla, sepse kohët e fundit isha pak kështu, derisa po lexoj edhe libra, të cilët më motivojnë, po ushqehem mirë, po stërvitem, kjo gjë më bën të ndjem edhe më të lumtur, më të motivuar. Prandaj ja super këshilloj edhe juve, po që se jeni në një fazë ku ju duket të gjitha shihni vetëm problematike, jeni të trish, lëreni telefonin me njën. Unë e di që e bëj këta për punë, që krijoj content, mundohem t'ju përcjell edhe motivime. Kohët e fundit e di që kanë qenë shumë ankesa më shumë, por ka qenë e tillë periudha e jetës time. Është akoma, por po mundohem ta sistemoj. Edhe e di që bëj këta për punë, por është edhe më mirë mos ta përdorni shumë telefonin, mos ta përdorni shumë social media, sidomos që janë TikTok edhe Instagram që janë gjëra të shpejta. Më mirë vendosni një video në YouTube për shkak si kjo aty dhe dëgjoni ndërkohë që bëni punë ose diçka. Por kontenti shpejt, si e ka emrin, që janë ato të TikTok e gjëra kështu, ta bëjnë katastrofë trurin. Edhe unë kisha hyrë pak në ata gjë ku rinja dhe bënja scroll se s'kisha ç'a bëja. Edhe ju dëmton jashtëzakonisht shumë. Kështu që ju këshilloj ta vëni mjan telefonin, të merrni me veten tuaj, merrni një libër, lexoni. Po qëse nuk lexoni dot libra, merrni libra motivues për rritje personale, janë ato që ju duan më shumë. Filloni me ato. Unë kam filluar dhe jam shumë e lumtur. E u ndërpreva, ndërkohë që do bëja punët, por doja tepër t'ja thosha këtë gjë se ndërkohë që bëj gjëra, kujtohem edhe ato që desha t'ju thosha. Vazhdojmë të mbledhim pak se do vite ajo vajza në orën 1, nuk dua ta shofi shtëpinë kaq rrëmuj. Banjo një herë është tepër rrëmuj, kështu që dua se s'ban ta sistemoj. Që kemi bërë tek dhoma. Atëherë në radhë të parë, siç ju thash, kemi një mik këtu te shtëpia, kështu që kemi shtuar te krevatin provizor, le të themi. Atje kemi krevatin e Soles. Nuk e di herën e fundit që keni parë dhomën se ku ishte, sepse në një periudhë e kishim spostuar nga ana këtej. Por na pëlqeu atje sepse Rosita Soles, domethënë na erdhi nga sheni, keni parë më duket reel në Insta. Te zanzariera që këtu italisht, domethënë është më shumë për bukuri, nuk është e mbron nga mushkonjat, por është diçka estetike. Unë i kam vënë pellushin aty, nëse ka gjërat e veta atje. Shtova këto 2 pasqyrat, që njërin më duket se ka bërë pisol. Nëse dhe e ka thyer edhe pak aty, por për ke fëmijë është kështu. Janë gjëra që kushtojnë 1-2 euro, kështu që nuk është se kemi harxuar shumë. Pastaj shihni, kemi shtuar edhe këtej, sa zbukurime. Janë rafte, kemi shtuar edhe llambën që bën çdo gjë akoma më të bukur, sidomos në darket. Këtu kemi gjëra që na duan, për shembull, sepse këtu Sole mban rrethet. Këtu mban gjitha gjërat për flokë që ka, kështu që kapse, elastike, gjëra kështu. Kjo është e Natanit, kemi edhe këtë lodrën e Natanit që nuk e le, sepse siç e shihni, nuk e di ku janë dytë. Kjo pjesa këto është një nga të preferuarat e mia, sepse kemi fotografinë që jemi të gjithë bashkë. E kemi pak që kemi bërë, akoma se kam ndryshuar edhe është rekord. Rri dhe ndryshoj orë minut. E pastaj këtu ndryshimi më i madh është hoqa një kompjuter të madh që kishim aty, sepse unë po përdor këtë të timin tani, Gesti ka bler një tjetër, le të themi një lloj nga
Apple. E kështu që kemi të dy laptop, mos të mbajmë atë kompjuterin e madh atje. Në fakt duhet ta shes. Këto janë gjërat e Solës, gjërat e mia, gjërat që na duhen. And that's it. Atëre, unë bëra të gjitha punët, kështu që vajta shpejt, hangër më të drekëm, kishin ngelur disa gjëra nga dje. Kështu që tani po bëj një dush shpejt se erdhi Marsi, por duhet t'i lag flokët, kështu që po laj edhe trupin, po lag edhe flokët, që të jem edhe e larë për sonte, me një punë dy gjëra, si thuhet. E prandaj let's go. Bravo. Gati, non da sonte ne. Adesso li asciughiamo e vediamoli bene. Këtu është rezultati final. Shifni, bëmë edhe prerjen, bëra baluke, analizuam pak flokët, Angji. Edhe Angji për flokët tregoj. Shifni çfarë bukurie. Edhe unë ndërkohë kisha flokët aq të gjata një herë në kohë. Atëherë unë e Angji do ju bëjmë unboxing. Kemi një unboxing nga Shein. Kemi marrë disa gjëra. E ka dhe një gjë për Angjin, kështu që prandaj do që ta hapi. Prandaj le të fillojmë. Një unboxing shpejt. Kam marrë gjëra shumë të mira që më duan. Mora një gjë. E harrova që mora edhe një gjë tjetër, kështu që do kem dytën. Kjo është ndryshe, pero është një kështu për ujin, edhe është 2 litërshe. Është për kastile, e pin deri në fund. Ka dhe stickers brenda që të zbukuroni. Bleva dhe ata tjetër që ju tregon nga Action, por kisha harruar që e kisha porositur këta. Kështu që do kem 2, por kjo është shumë e mirë për të marrë me vete se nuk peshon aq shumë sa ajo tjetra. Kështu që është okay të kem 2. Pastaj kjo është 2 litësh, ajo është 1.2 litë. Këtë e pash. Kjo është diçka për Nataninën. I mora disa atlete që ngjaj me sambat që kam unë. Super cute. Shifni sa të bukura. Ai ka tani pantallona të gjera që ja mbulojnë pak pucën, kështu që duken origjinale si sambat. Nuk dua t'ja mbaj veshur kur duhet të ecim për shumë kohë, sepse janë gjithmonë këpucë nga Shein, nuk janë kualitetit, por diçka cutesy për të bërë në një outfit kur dalim diku shpejt është okay. Është diçka leoparde kjo. Bashkë e bën porosinë. Nuk më të gjë. Shifni sa e bukur. Kjo është një shopper bag. Më duhet kur shkoj të blej diçka ose më duhet tepër fashionable. Them kur shkoj për shembull tek ai dyqani që ju tregoj që mora gjërat, në vend se të marr çantën e vogël, marr direkt e fus portafolin e telefonin brenda, edhe gjërat i fus këtu pastaj. Edhe mbyllë bash më të vogël. Kjo është besoj idealja për mua. Mora një cover për telefonin. Jo, po të tregon ty Angji. Është kështu. Duket shumë e bukur. Diçka tjetër, në vend se ti marr të gjitha të bardha të zeza, thash të ndryshoj një herë. Tani kam këtë që kam blerë €1 në Mercato, por diferenca është që kjo e ka këtë pjesën të hapur, ndërsa kjo e ka edhe te kamerat atë. Pulon edhe kamerat, shifni sa e bukur. I kam hapur disa gjëra, i kam parë, jo të gjitha, por disa i kam parë e këtë e hapa. Dhe çfarë t'ju them tani? Kjo është për Solen. Ka marrë disa komplete për Solen. Shifni tani, janë tuta të gjera. E shifni me çfarë janë të kombinuar. Me cardigan. Për periudhën tani, që s'bën as ftohtë as nxehtë, kjo është ideale. Mund të vesh një bluzë poshtë me këto, me këpucë të reja. Po. Ka marrë një paladidas të bardha që do shkojnë shumë me këta. Kjo është një budallak që mora, të shohim sa e madhe do jetë, se doa shumë të madhe, por s'besoj se do jetë aq e madhe, se kjo është e vogël. Ta më ta vë te kamera. Ben, prit ta fikim e ta ndezim. Çfarë? Kjo është shumë e bukur. Ka marrë shumicën e gjërave për fëmijët të rallë, kështu që jam e lumtur kur hap gjërat për ata. I ka marrë Natanit kapele në verë. Është perfekt. Ka këtë pjesën poshtë. Edhe kishte bashk, edhe syze. Nuk do t'i mbaj kur. Edhe do shkojnë xhiro kështu. Kjo është për Solen edhe është tepër e bukur për në behar. Janë të tipit lino me viza. Këtu ja super këshilloj po keni një vaj, sepse materiali është si tip Zara. Është tepër i mirë, i holl. Presoj që Sole ta veshje ti pëlqej, sepse është e vështirë si njeri. Këtë nuk e mbaj asmend që këtë marrë, ose për të plotësuar çmimin. Është fjongo për Solen. Ja mora ose për pagëzimin e Natanit. Do jetë e bukur. Është një fjongo me saten kështu, tepër cute. Për këtë po priste gjithë pakon. Shihni që i mora. Tada! Mora një shantë. Janë shumë designer kjo shantë. Janë si Balenciaga. Tepër e bukur ta gëzosh. Ju tregoj edhe nga afër, shifni. Provoj tani kështu me outfitin. Sa bukur. Tu organizer. Sole s'di me ku t'i fusim gjitha elastiket edhe kapset që ka.
E kështu që i mora këtë gjë që sipas me dhe super komode. Do ta la sipër asaj raftit që kemi. Edhe çdo mëngjes për shembull do lastik hap këtë, hap tjetra. E do të ketë aty. Kjo është për kur lexoj, duke qenë se kam filluar të lexoj në darkit në vend se të rri në telefon. Kjo gjeja këtu, kjo çojte libri. Edhe ndizet që të shikoni ndërkohë që lexoni. Ka dhe karikusin brenda. Vazhdojnë se duhet të shkojmë të marrim solen, të pim kafe, të marrim solen. Atëherë kam shkuar në fiksim me këto lloj gjërash. Është një fular që merret. Shumë e bukur. Dhe të bëhet kështu. Po më mbyll të Po që po më bel është? Nëse do ta vendos në behar për shembull në mes të kokës edhe ta përdor. Kemi diçka tjetër për natën. Mora një komplet. Shifeni, kemi pantallonat, bezh edhe bluzën, kështu që ka kompletin. Është e bukur. Kjo është për natën. Shumë e bukur. Një jarë. Ato këpucët që i bleve. Po. Kjo zgjedhja nuk besoj se ka qenë më të mirat, se imagjino shumë të vogël për solen, por çan ka më. Ku ikni në Shqipëri të çojë rrobat e veta. Kjo çan ka e bukur. Po, mund ta marrë sole si çantë shpine për në Shqipëri. Po. Ç'është? Kjo, duhet të ishte një gjishka e madhe, që bën dritë me ngjyra. Ta provojmë këtu tani. Çfarë kam shpikur, çfarë shifni. Duhet të lihet mrapa që Nuk duket tash se ka shumë dritë. Edhe ndryshon drita për shkak. Bleva këmish me viza, kisha harruar që kisha porositur e bleva edhe në Primark. Nuk e di, besoj se është imja, se mora një më. Nuk më mend po që është për mua për gestin. Por edhe si kur t'ishte për mua, më duket se do jetë për gestin, më duket më shumë për burra kjo. Edhe gjëja e fundit për sot, do të jetë një diçka tepër e bukur. Ndërkohë mrapa kemi ABC bla bla bla. Është një libër, aktivitete të ndryshme, do të kthej këto, të hapi zinxhirin, të hapi këto botona kështu. Pastaj me lidhse, do të kaloj lidhset në 1-shit, e 2-shit, e 3-shit, e 4. Edhe kjo pjesa këtu, mund të mësoj soles këtu të lidhi këpucët. Edhe do jetë diçka e bukur kur udhëton për shembull, ta marrësh në makinë me vete. Ne mbaruam unboxing, jemi vonë, duhet të shkoj të marr solen se ora po vete 4 për të le ty poshtë apo do vish me mua? Do ikësh në makinë. Let's go. Shifni ke morëm. Ciao Sole. Përshëndetje. Morëm solen e në vend se të shkojmë te bari të pim kafe, menduam me solen po. Me Anxhin të vim tek supermarketi ku kemi gjetur, nuk më shifni. Ku kemi gjetur ato nui, që janë më super të famshme në TikTok, ato frutat e kuqe me çokoladë sipër. E të shikojmë po që se i gjejmë këtu. Do i gjejmë. Unë e di ku janë. Nuk janë. Nuk e gjetëm ata për të cilën vajtëm. Por morëm akullore Mars. Unë jam në dietë, nuk do duhesh të hanja faj i Anxhit që kishte uri. Atëre, neve jemi kthyer në shtëpi, edhe po bëjmë diçka, nuk ja treguam, por e kishim montuar neve këtë. Është një shtëpi për kukulla. E bleva dje, e montuam edhe i vum re që duhesh dekoruar përpara. Kështu që sot vajta dhe bleva Është shtëpi për kukullat. Edhe vajta sot mora 2 ngjyra, Leila edhe Rose Gold. Edhe po i pikturojmë. Këtu kemi pikturuar disa. E nisëm neve harrova unë që po bëja vlog. Sole i pikturoj këto. Edhe do dalit disi kështu edhe Sole do lozi. Nuk është shumë e madhe, kaq. Kjo Rose Gold është shumë ngjyrë e bukur. Dhe pse është me brillantini? Po. Shifni, edhe Nathan po pikturon me ngjyra me ujë. Është thunë të bukur. Është shumë i bukur. E di që do bëj. Do ta bëj Leila. Qifrit e time. Nuk ju kam folur hiç gjithë darkën, por po besha gati shpejt, i bëra darkën të gjithëve. Fëmijët po han buk, janë të veshur me pijame. Unë jam gati. Po vesha kështu, ripërdora outfitin që vesha në Shqipëri. Vura këto vethët, vura ca unaza, edhe do vesha edhe takat e kuqe që kam. Nuk jam e sigurt për lip combo, por mirë është. E të thënë drejtë po pëlqejnë edhe këto flokët kështu. Atëherë, vendosim përfumin. Ky është nga Tiffany, ma dhuroi gesti për Krishtlindjet. Edhe më pëlqen, e adhuroj këtë përfum. Përfumosen mirë shumë. Erdhi gesti, kështu që jam e lirë. Jam një lloj me sfondin. Atëherë, ne kemi ardhur, shifni, kjo është tavolina. Ani ciao. Por është akoma bosh. Beti na tha, hajdeni në 7:30, ora 8 ca, e akoma bosh është dhe. Ni Stacy. Sa buk. Yo, Mazoni!
close till I get up. Time is barely on our side.